Kjo është mirënjohja e fundit që i shndar profesorit të fizikës Jaja Kokaj nga diaspora kosovare për kontributin dhe të arriturat shkencore të shqiptarëve në botë. Ai thotë se ka marrë shumë mirënjohje, por kjo për të vlen shumë sepse i është bërë nga populli i tij. Mirënjohja është si rezultati një pune të suksesshme, përkatësisht kulminacionin që kam arrit pikërisht këtë vit në aspektin shkencor në rezultatet shkencore, është një mirënjohje e këndshme meqense jep diaspora ndërkombëtare, pra diaspora kosovare shqiptare. Shkencëtari i cili provoi të hap observatoriumin dhe planetariumin e parë në rajon në 2009 në Gjakov, më saktësisht në Kodrën e Qabratit, tash thotë se nuk do ta udhëheq vetë, por ka të tjerë shkencëtar që do e vazhdojnë punën e tij. Planetariumin e përcjell Abdyl Berisha, drejtori i planetariumit të Bonit, kurse observatorin e përcjell Maria Dade, profesor Maria Dade, është profesoresh e Universitetit të Tiranës. Së fundi, profesor Kokaj është duke mbajtur ligjërata në Universitetin e Prishtinës me admiruesit e astronomisë.